Përshëndetje nga kuzhina Niri. Sot kam menduar se përgatit kifle shumë të shëshme edhe shumë të shpejt në përgatitje. Krejt që kanë nevojitën për brumin janë 700 gram miell, 2 vezë, moja të bukës, ose kështu si sa po në qasht, ose një paqet pluhur, 50 gram gjallë të shkrier, një lugë të mesme me krep, një lugë të gjellës me sheqer, si dhe 400 ml me qumësht të ngrohtë. Bismillah, fillojna edhe me njëherë pra me përgatitjen e brumit. Tek qumështi i ngrohtë e morim edhe shtojna mojen e bukës, 50 gram gjallë të shkrier, buta për ndryshe, 2 vezë, sheqerin edhe kripen, të gjithë këta përbërës i përzina me tel të dorës. Pasi kemi përzit të gjithë përbërësit mirë, tashti e morim edhe qesim tek mielli. Krejt përbërësit që i kemi përzi, brumin ose e përzini pra me mikser ose me duar si të doni. Edhe brumin e kemi përzi, e nolim edhe mikserin, tashti e morim pak miell, qesim të drasa e kuzhinës edhe ngjeshim brumin. Morim pra miell, qesim tek drasa kuzhinës edhe e qesim brumin. Prap marrim miell, edhe ngjeshim brumin me duar. E kemi ngjesh edhe brumin mirë me dorë. Tash e marrim një enë të thellë, ku e lyna këtë enën, pra me pak vaj. Në gjitha andë. Edhe e marrim brumin që e kemi ngjesh mirë, e qesim tek ena, e mbulojna enën me folje, edhe për 1 orë e lojna brumin të dyfishohet, pushoj pra. Edhe brumi është dyfishuar për 1 orë. Tash e largojna edhe foljen. E largojna edhe foljen pra. Brumi është dyfishuar shumë mirë për 1 orë. E ngjeshim edhe një herë brumin. Edhe ndojna në 2 kuleq. Njënën kuleq e lejna në enë, tjetrin pra e ngjeshim me duar. Tash e morëm tullusën, edhe tullujna kuloqin e parë me tullusë, formë rëmbëllake. E kemi tullu edhe kuloqin, tashti e bojna prerjen me një prerëse të picave, ose me thik. Tepsin e lyni me gjalp ose me pak vaj.
Tash e bojna edhe mbështjelljen e kifleve. Këto kifle mundeni edhe mi përgadit për mas darke, kur të keni mësafer shembull edhe e kanë kry darkën të shtëpia për me çaj të knoqen. I renditin pra në tepsit e lyre me qalp. Edhe i mbështjellim gjitha kiflet. Kulaçin e parë i kemi nda kiflet tash e marrë, kulaçin e dytë e kemi lënë tek ena, pra brumin. Edhe pashtu e ngjeshim me duar. Edhe e t'hullujna si kulaçin e parë me t'hulluse. Mbasi kemi rendit edhe kiflet, tash t'i mbulojna me një salvetë e pastërt edhe për 15 minuta i lajna të pushuin pra të mbuluara kiflet me salvetë. Tash t'i largojna edhe salvetën. Në anën tjetër e kemi marrë një të kuq të ves edhe qumshqesim. Ta dy përbars i përzina së bashku. Edhe i lyna kiflet për mi, plus që qesim sësam. Furrën e kemi lshu, është nxehtë tamam, temperaturë 190 gradë. Mbasi kemi përzi qumshtin me një të kuq të ves, i lyna kiflet për mi. Për mi tash ju qesim pra forat së sëmit. Dalin të buta pamuk e shifni pra në fund. Ja kemi qitë farat e susomit, kifleve për mi, tash me njëherë pa fusim tepsin në furrën e nxehur, pra në temperaturë 190 gradë që të bojnë edhe pjekjen e kifleve. Edhe kiflet i kemi hek prej furrës, pra i kemi pjek në temperaturë 190 gradë per 20 minuta. Kështu duken kiflet, janë pjek shumë mirë, si përfuni edhe për mi. Po ashtu, i mbulani me një salvetë e pastërt, i leni me uftof, zbuten ma shumë, unë i t'rregoj tashtit nxehta se si duken edhe pse janë nxehta t'molla. Hajde besmillah. Kështu janë pjek për funi, kështu janë pjek për mi. E ndojna kiflen e mes, edhe pse janë sa i kemi nxjerr prej furrës të vola. E shifni pra si duken, pa mok dalin të buta edhe ja vlen t'i provoni. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave mia, faleminderit për ekranin që ma bëni, komentet e bukura. Deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit, ju them miru pafshim.